Përshëndetje gjithëve, të dashur të ftuar, të dashur pjesëmarrës, të nderuar ministra, shumë kënaqësi që ju kemi sot në këtë seson, që është the pitching session në lidhje me gjithë aplikimet dhe thirrjet që kanë shënuar në këtë AI Hackathon. Ishte një kënaqësi të shihnim se si ky aktivitet u bë një realitet. Nga një ide në fillim të vjeshtës, në fundin e verës, e ndarë me personin e duhur dhe me një ekip fantastik që kemi punuar së bashku dhe me Akshin, dhe me një suport jashtëzakonshëm të kryeministrit, ku fal gjithë këtij bashkëpunimi, ne kemi marrë në këtë thirrje plot 161 aplikime, të cilat na kanë ofruar mundësi dhe ide se si artificial intelligence, inteligencë artificiale, mund zgjidhin disa nga problemet që neve i shohim çdo ditë. Fushat kanë qenë të gjëra, të tipit si artificial intelligence mund të ndikojë dhe mund të ndihmojnë në lidhje me zgjidhjen e disa problemeve në edukim, në shkencë, në shëndetësi dhe në fushat e tjera si në smart cities, në pjesën e komunikimit, transparencës dhe cyber security. Unë dua t'ju falenderoj gjithëve se nuk kanë qenë thjesht 161 aplikime, por mbi 200 pjesëmarrës në këtë hackathon. Kjo tregon edhe një herë dëshirën e madhe që qeveria shqiptare ka për të ndërtuar një ekosistem. Unë nuk e shoh këtë hackathon si një garë, si një kompeticion, se kush do t'jetë më i miri. Sigurisht ka ide që janë të përpunuara, ka ide të cilat janë akoma në fazën fillestare, por ne duhet jemi këtu ata që krijojmë të ekosistemin dhe lidhjen që nga një ide të kalojmë në një produkt. Nga ky produkt jetë një produkt i cili kompanitë private, por pse jo, edhe institucionet shtetërore dhe publike mund ta qasin idenë dhe të krijojmë ura bashkëpunimit që nga ideja të lëvizim në një produkt. Së bashku me kryeministrin sot, ne kemi dhe një përfaqësues nga administrata shtetërore në nivel ministra, të cilët do të jenë pjesë e jurizëve e vlerësimit. Në 21 ide të cilat neve si grup organizator na kanë pëlqyer më shumë, jeni selektuar dhe përzgjedhur për të përfaqësuar dhe për të përshëndetur edhe këtë konferencë 9 ide më të mira, të cilat juve sot do bëni pitching në përballë me këtë juri. Mirlinda, e dashur Linda Kaçanaj, drejtoreshe përgjithshme e Akshit, që është dhe kryetare e juris, ministra e nderuar Delina Ibrahimaj, Ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit. Kemi këtu Ministrin Ervin Demo, Ministri i Shtetit për pushtetin lokal, pasi shumë dhe nga idetë kanë ardhur në dimensionin e Smart Cities, dhe një mik i ri tashmë i Shqipërisë dhe i Ballkanit Perëndimor, Hoabin Axhaman, i cili është përfaqësues i Bashkimit Evropian dhe është drejtor i njësisë për investimet private në Komisionin e Bashkimit Evropian. Zoti kryeministër, do doja pa humbur kohë, t'ju kaloja fjalën juve dhe me një shumë respekt dhe shumë dashuri për gjithë dedikimin dhe gjithë përkushtimin gjatë gjithë këtij procesit, sepse ishit ju dhe thirrja juaj në rrjetet e juaja mediatike dhe sociale që bën që të kishim një boom aplikimesh dhe vizioni juaj si një lider që po, teknologjia dhe inteligjenca artificiale tashmë janë konkrete edhe në Shqipëri. Fjala është për ju. Përshëndetje gjithëve, tani e mira dhe e keqja e të qenit në pozicionin tim është që t'japin merita që nuk i ke, dhe jo për modesti, po për ta zbutur pak atë flakën e entuziazmit të Senidës, që është një shoqe shumë e mirë, njëri shumë pasionant, kemi punuar bashkë nga afër. Dua të theksoj që kjo e sotmja është puna e disa njerëzve të tjerë dhe natyrisht unë kam bërë pjesën time, por më duhet të vlerësoj në mënyrë shumë të posaçme Senidën vetë. Jo për t'i kthyer atë
fjalën e mirë, por sepse realisht edhe prania ime sot këtu është rezultati i kërcënimit direkt që i bëri Senida zyrës time, duke abuzuar me lidhjen e vjetër që ka me asistentet e mia, edhe të cilat më thanë që atje duhet të shkosh patjetër sepse Senida ka thënë kështu. Tani se çfarë ka thënë unë nuk ja u them juve. Ndërkohë që dua të falenderoj po ashtu edhe Delinën për punën e saj pasionante në raport me këtë botën e vogël por shumë të madhe të inovacionit dhe të njerëzve që merren me inovacion. Është një përpjekje që Delina e ka nisur si ministre e sipërmarrjes dhe që tani sigurisht do ta vazhdoj dhe do ta çoj më tutje si ministre e ekonomisë dhe inovacionit. Dhe sigurisht dua të falenderoj Lindën Kaçanajin, drejtoren e Akshit, që është edhe, si thua, flamuri i kësaj përpjekje, një përpjekje që ka nisur me flamurin të vendosur në një varg të vogël që ishte Akshi i asaj kohe, dhe që tani është bërë një anije e cila vërtet na nderon, por edhe na motivon dhe na frymëzon, pasi shohim se sa shumë mund të bëjmë akoma. Nuk dua t'ju lodh me një fjalë të gjatë, as do të marr kohën tuaj për t'ju treguar se sa shumë suksese kemi arritur duke lexuar gjithë të fjalimin që kam këtu, por dua t'ju them që ne kemi rënë dakord brenda nesh të çojmë përpara procesin duke hapur dyert e qeverisë për të gjithë inovatorët dhe duke krijuar një hapësirë të përbashkët me bërtham Agjencinë e Ekselencës, që ne kemi krijuar para pak kohe, dhe të cilën do ta vëmë në dispozicionin tuaj dhe të gjithë inovatorëve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet, dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve përmes inteligjencës artificiale dhe krijimit modeleve të inteligjencës artificiale. Tani besoj që duke bërë këtë do të ndodh ajo që ndodh gjithmonë me këtë sektor, me këtë fushë, me këtë botë, që do mësojmë shumë gjëra të reja nga njëri tjetri dhe që do prodhojmë produkte të reja. Ne kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë të fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale, që është vetë inteligjencë artificiale, dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit, apo brenda Agjencisë së Ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që
çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Ky është plani. Ndërkohë që këtu më thanë që janë 161 ide të paraqitura, është bërë një seleksionim paraprak, do vazhdoj një garë tjetër në dijenin time dhe në ndërkohë njëri do të shpërblehet me një vajtje në Finland për të marrë pjesë atje në një nga këto betejat që zhvilloni ju me mullit e erës. Nuk di çfarë të shtoj më shumë për të mos u marrë kohën, se kam shumë gjëra për të thënë, por di që kam shumë besim, kam shumë më tepër besim se sa që mund të mendoni ju dhe sa që mund të duket, dhe një gjë është e sigurt, kam më shumë besim se të gjithë tjerët që juve mund të takoni, që nuk janë pjesë e botës tuaj, tek bota juaj dhe tek ju. Është një bekim i madh për ne që jetojmë në këtë kohë kur teknologjia digjitale dhe tani edhe inteligjenca artificiale na japin një mundësi pa të cilën ne nuk do mund të ndërronim që të kapnim majat. Sepse do duhet i nënshtroheshim progresit linear të zhvillimit, i cili impononte gjithmonë që vendet më pak të zhvilluara ose vendet në zhvillim të mbeteshin gjithmonë mbrapa atyre të zhvilluarve, sepse çdo gjë e re që zhvillimi sillte i takonte në radh para atyre dhe pastaj vinte deri tek ne. Ose e thënë ndryshe, nëse dilte një makinë shkrimi e re apo një kompjuter i ri, do ta merrnin një herë ata dhe pastaj kur të vinte deri tek ne, atje do kishte dalë makina e re e shkrimit apo kompjuteri tjetër i ri. Ndërkohë që sot është krejt ndryshe. Madje, duke qenë se burokracia jonë, se strukturat tona nuk janë aq solide dhe aq të sofistikuara dhe aq të rënda sa po themi në vendet zhvilluara si Gjermania apo Franca, atëherë bëhet më e lehtë që ne t'i drejtohemi këtyre zgjidhjeve për të bërë kapërcime dhe për të kaluar në fazat reja të zhvillimit. Dhe natyrisht, duke qenë se këtu në këtë pikë fokusohet edhe ambicia për zhvillime befasuese, atëherë kjo ju bën të gjithëve ju jashtëzakonisht të rëndësishëm. Jashtëzakonisht të rëndësishëm, një kapital strategjik njerëzor për vendin tonë. Ju falenderoj shumë për të gjithë përpjekjen që keni bërë deri më tani dhe besoj që jo vetëm nuk do t'ju mungoj vëmendja, por ne nuk do të kursejmë mbështetjen për të gjithë inovatorët me të gjitha mundësitë që kemi. Dhe ndërkohë mezi pres që ministria të organizojë kuvendin e parë, ose më saktë sesionin e parë të kuvendit që kemi rënë dakord me ju, të ngrem dhe ta mbledhim një herë në 4 muaj për të diskutuar për çfarë po bëjmë, çfarë mund të bëjmë dhe për të analizuar së bashku e për të ndërruar së bashku.
Shumë faleminderit. Duhet bëj gjë tjetër unë këtu? Jo, se më thatë që është njëri që do shkojnë, ose njëra, nuk e di, është njëri apo njëra, që do shkojnë në Finland. Po unë s'kam lidhje me ta sot tani në këtë moment, që të tem hajdeni këtu, se unë do të... Okej, kjo ishte fjala ime, shumë faleminderit. Faleminderit Kryeministër. Prezenca juaj na nderon, po sikur se më shumë se gjithçka motivon të ri që do ftojmë tani një nga një dhe ju do jeni ato që do zgjidhni kush do shkojnë në Slash. Slash është eventi i cili mbahet më 19-20 të nëntor në Helsinki Expo, ku njëri prej jush do vendoset sot në lidhje me jo vetëm iden, me prezantimin dhe me gjithçka. Pa dashur të humbi kohë, unë dua të ftoj këtu Sorsen tim. Minutazhin e dini. Mund të përdorni Do you get a lot of tasks buried inside emails? Deadlines missed, lost context, or endless searching just to find that one important message? Meet Sourcent, your AI-powered email and task management app. Sourcent organizes your inbox automatically and turns every email into a clear, trackable task. It analyzes every email, understands the context, and automatically groups them into smart topics. When an email includes a task, Sourcent extracts it and sets a due date. You and your team always knows what to do and when. All your tasks from all your emails in one place. Track progress, set priorities, and stay ahead. Need answers fast? Ask Sourcent AI. It can instantly find the right email, summarize conversations, track client updates, or highlight what's most important. With Sourcent, your inbox works for you. Stop wasting time on email overload and missed tasks. Start using Sourcent today, and as a bonus, the first 300 users enjoy 3 months of all features free. I am so happy and excited to present to you today AI-powered email and task management application. Një aplikacion për menaxhimin e emailëve Problem is clear. bazuar me inteligjencë Everyday artificiale. Problemi professionals është i have to qartë. deal with Profesionistëve u hundreds duhet të of merren emails. me qindra emailëve A lot of çdo ditë. important information gets Shumë lost, informacione të rëndësishme deadlines humbasin, missed, nuk respektojnë afatet dhe pundanësit kalojnë kohë jo produktive. Kjo do të thotë edhe shumë para kosto për kompanitë. Zgjidhja jonë është Sourcent. Inteligjenca artificiale do të jetë ajo që do të analizojë emailet tuaja, do t'i kategorizojë ato dhe do t'i transformojë në detyra. Është një kombinim e menaxhimit të emaileve dhe detyrave të ndryshme. It is like ChatGPT, Është pak a shumë si ChatGPT, por i specializuar për emailet dhe detyrat. Mund t'i kërkoni për shembull afate për klientët, për projekte, mund t'i kërkoni gjithashtu dhe informacione për emailet që keni marrë kohë më parë. Por kush mund të përfitojë më shumë nga kjo zgjidhje? Përdoruesit tanë janë ekipet dhe profesionistët të pavarur. Ne do të fillojmë me kompani të vogla deri në kompani me 200 punonjës. Do të fillojmë me fushën e ndërtimit, logjistikën dhe konsulencën. Dhe sigurisht, më pas do zgjerohemi duke përfshirë edhe industritë të tjera, sepse I kemi parashikuar të gjitha. Por kush janë konkurrentët tanë? Nga njëra anë kemi Google Gemini, Gmail, Microsoft Copilot, por përdoruesit e Gmailit nuk do të përdorin Microsoft Copilot dhe anasjelltas. Këto dy aplikacione nuk janë të përshtatshme për ekipe apo për kompani. Nga ana tjetër, ne kemi Superhuman Time Marketing Shortwave. Këto mund të jenë të leverdishme për kompanitë, por që ne nuk kemi zgjidhje për detyrat. Është një mundësi shumë e mirë e marketimit. Ne kemi nisur me Zvicrën, Austrinë, Gjermaninë dhe do të vazhdojmë në
një shkallë më të zgjeruar në të gjithë Evropën. Pritet që të arrijmë një treg prej gati 30 miliard deri në vitin 2034. Për sa i përket modelit të biznesit, do të jetë modeli tipik për aplikacionin SaaS, një tarifë e cila paguhet çdo muaj dhe do të ketë një periudhë prove prej 2 javësh falas për të tërhequr përdoruesit. Cili është ekipi që qëndron brapa SourceCenter? Jam unë, Erion Duka, jam njëri prej bashkëthemeluesve të këtij aplikacioni, kam mbaruar në Graz për inxhinieri ndërtimi nga Universiteti i Teknologjisë Austrisë dhe jam i formuar tek në menaxhimin e projekteve dhe kam pasion inteligjencën artificiale. Bashkëthemeluesi i dytë është Avdyli, edhe ai është diplomuar në Institutin e Teknologjisë së Grazit dhe është i formuar në financa në menaxhim. Bashkëthemeluesi i tretë është Kleti, i cili ka një diplom masteri në inxhinieri kompjuterike nga Universiteti Epoka. Përvoja e tij është si zhvillues software dhe antari i Unicatort është një teknik i mrekullueshëm me 20 vite përvojë në zhvillimin e softwareve dhe ekspert në IA dhe në të mësuarin nëpërmjet makinerisë. Nevoja jonë financiare është 500.000 euro dhe do të mbuloj një menaxhim prej 18 muajsh. Nëpërmjet këtij plani marketingu ne synojmë që ta ngrejmë infrastrukturën tonë, të zgjerojmë ekipin tonë me talente të reja të inteligjencës artificiale dhe të ecim përpara me përputhshmërinë dhe sigurinë e të dhënave. Bashkëpunimet që kemi realizuar deri tani. Ne kemi siguruar dhe kemi përfituar $70,000 nga Microsoft Credits për të mbuluar kostot e IA-s. Kemi siguruar 7 hua dhe në Evropë ne do të bashkëpunojmë me bazën OpenAI të Microsoftit, kurse për vendet e Azisë do të punojmë me Huawei-n. Visioni ynë është të krijojmë një menaxhim ku vetë e një të ardhme ku menaxhimi funksionon vetë dhe synimi ynë është të bëhemi një brirësh me bashkëfinancues të IA-s. Faleminderit shumë për vëmendjen. Thank you. Now it's the Iliriada Tech. Tani e kemi Iliriada Tech, ekipi Iliriada Tech. Lutem kohën, do ndërpresim fjalën. Hello, everybody. Test. So, yesterday we arrived at Tirana Airport. Dje mbërritëm në aeroportin e Tiranës. Morëm një makinë dhe thamë, pse të mos pim një kafe, kur ka qenë hera e fundit që kemi qenë në Tiranë. Kështu që mbërritëm në Tiranë dhe ja, kaos. Kudo kishte makina dhe nuk ishte vende parkimi. Kushëni u mërzit shumë dhe tha, ku ka parking? Pra, ku janë vendet e parkimit? Filluam të qeshnim dhe vendosëm që të zbatojmë atë që quajmë parkimi e gjen për ty. Dhe për këtë arsye jemi këtu. Përshëndetje të gjithëve. Ne jemi ekipi Parki dhe sot jemi këtu për të zgjidhur krizën e parkimit në Shqipëri nëpërmjet inteligjencës artificiale. Projekti ynë Parki AI zgjedh problemin e parkimit brenda 5 minutash duke reduktuar trafikun edhe ndotjen, sepse qytetet inteligjente e zgjidhin me një parkim inteligjent. Le t'ju shpjegoj tani se çfarë është Parki AI. Ekipi ynë e ka bazën në Zvicër, me rënjë shqiptare nga Struga, Tetova, Ferizaj. Jemi 3 inxhinier dhe 1 person përgjegjës për tregtinë. Qëllimi ynë i përbashkët është të sigurojmë teknologji. Më lejoni t'ju tregoj se çfarë duam të themi.
Imagine, in Tirana there are around 350,000 Janë gati 350.000 makina në Tiranë dhe numri rritet çdo vit. Dhe ka vetëm 50.000 vende parkimi publike. Dhe vendet publike janë në Sheshin Skënderbej, Bulevardi i Ri, Piazza Italia, dhe ato janë plot dhe janë gjithnjë të zëna. Dhe nuk ka zgjidhje inteligjente. Në qendër të qytetit, parkimi është gjithnjë plot dhe bllokimet e trafikut janë të shpeshta. Shoferëve ju duhen 20-30 minuta të gjejnë një parkim, që do të thotë humbje kohe, do të thotë humbje karburanti dhe humbje zgjidhjeve. Dhe shumica e parkimeve përdorin para në dorë. Ne besojmë se nuk duhet të funksionojë kështu. Our vision is Vizioni ynë është i thjeshtë. finding a parking spot should take seconds. Gjetja e një vendi parkimi duhet të zgjas vetëm pak sekonda dhe jo minuta. Duam më pak trafik, më pak ndotje dhe shoferët janë më të qetë. Duam të gjejmë zgjidhje të cilat janë në kohë reale në mënyrë që parkimi të jetë më i thjeshtë, më smart, pra më inteligjent dhe më eficient për të tjerë. Për këtë arsye ne kemi krijuar Park AI, i cili do të qëndrojë është truri mbrapa një parkimi inteligjent. Do të përdoren 3 shtresat e inteligjencës për ta bërë qytetin më smart. Ne do të mund të identifikojmë se cilat janë hapësirat boshe dhe cila është koha që do t'i duhet klientit për të mbërritur atje. Nëpërmjet këtyre të dhënave, ne do të arrim të japim një zgjidhje shumë pozitive. Në pas të këtyre të dhënave, ne mund të përdorim modelin ton të pagesave për të parashikuar kërkesën dhe për të parashikuar vendet e lira. Çmimet do të përcaktohen në bazë të mungesës apo të disponibilitësisë të hapësirave, në bazë të fluksit, orareve, ku është fluksi më i madh. Ne nuk përdorim ndonjë formë të pagesave cash, por vetëm nëpërmjet pagesave në kartë. Dhe në këtë mënyrë edhe parkimi do të jetë më i lehtë. Tani dëgjuat për zgjidhjen tonë, por le të shohim tani nga këndvështrimi i klientit. Ai hap aplikacionin, futet tek aplikacioni Park AI dhe shikon se cilat janë parkimet aty afër. Si për shembull një parkim privat. Shikon hapësirën se ku do të parkoj dhe zgjedh një hapësirë të lirë. Më pas ai zgjedh kohëzgjatjen e parkimit, sa do të qëndroj. Më pas shikon formën e pagesës, e paguan atë dhe fillon me njëherë kronometri. Kaq e thjeshtë. Kush përfiton nga Park AI? Kemi disa përfitues. Sigurisht që fillimisht janë vetë personat, sepse do të kursejnë kohë. Së dyti janë pronarët e parkingjeve private, sepse në këtë mënyrë mund të fitojnë një të ardhur pasive. Sigurisht që edhe qyteti do të ketë të dhëna live të sistemit të qarkullimit urban, cila është tabloja më e madhe. Le të shikojmë këtë hartë. Rrugëtimi ynë filloi në shtator, duke prezantuar Park AI. Hapi tjetër është të fillojmë tek hekathoni i AI-s dhe të hymë në një partneritet me Bashkinë e Tiranës. Më pas ne mendojmë të zgjerohemi dhe më pas të funksionojmë në qytetet më të mëdha të Shqipërisë. Dhe ja se cilat janë indikatorët kryesorë të performancës. Ne do të mund të sigurojmë gati 1000 vende parkimi dhe 7.000 licenca. Më pas do të mendojmë që të zgjerohemi me 15.000 përdorues, duke e reduktuar trafikun me 30%. Në muajin e 12 ne synojmë të kapim 4.000 makina, rreth 8.000 hapësira boshe në zonat më të ngarkuara dhe mendojmë që gjithçka të rekuperohet brenda vitit të tretë. Çdo investim të rekuperohet brenda 3 vitesh. Për ta realizuar këtë, ne kërkojmë 1.2 milionë euro për ta përhapur aplikacionit tonë në qytetet më kryesore të Shqipërisë. Financimi kryesisht shkon për zhvillimin e IaaS për të penetruar më tepër në treg.
kthimi i investimit është 1.5 brenda 5 vitesh duke zbatuar strategjinë tonë. Zhvillimi i park AI ju jep investitorëve mundësinë që të bëjnë blerje të aksioneve dhe të kenë një kthim të fitimit brenda investimit brenda 5 vitesh. Sistemi ynë i biznesit dhe modeli i biznesit është shumë i thjeshtë. Ne i fitojmë parat nëpërmjet pagesave, nëpërmjet pagesave me kardë, nëpërmjet abonimeve. Në këtë mënyrë, personat parkojnë edhe më shpejt, qytetet bëhen më inteligjente dhe nëse e përmbledhim që të gjithën për ju, parkimi bëhet më i thjeshtë, bëhet më i shpejtë dhe bëhet miqësor. Ne e kthejmë një problem urban në një zgjidhje inteligjente dhe besojmë se ne mund ta ndërtojmë të ardhmen midis Zvicrës edhe Adeu tonë. Faleminderit. Ftoj Rea Dalipin me tim të UTA AI në Intelligent Flows AI Driven Solution for Efficient Networks. Përshëndetje të gjithëve. Falenderoj organizatorët për këtë aktivitet. Kush jemi ne? Unë jam Rea edhe bashkëpunëtori im, Davidi. Jemi të dy shkencëtar, kemi studiuar matematikë dhe fizikë dhe tani po bëjmë doktoraturën në Universitetin e Gjenevës. Davidi erdhi tek zyra ime dhe më tha, më pëlqen ky artikulli yt dhe kam një gjë gjës për ty. A e zgjidh dot? E mendova disa ditë dhe nuk po e zgjidhja. Dhe ja ku jemi pas disa muajsh duke bërë llogaritje, duke u marrë me kodim dhe kemi këtë prezantim për ju. Fenomeni është ky më poshtë. Kjo është një foto e Koreas në të djathtë. Ju keni një foto të autostradës dhe më pas keni një foto tjetër se si është shkatruar autostrada e 97-s dhe kemi foton e viteve aktuale. Njerëzit mendonin se do të ngarkohej më tepër autostradat dhe do të ngarkoheshin trafiku, mirëpo ja ku jemi tani pa e patur këtë problem, duke si një paradoks. Paradoks do të thotë diçka që e kundërshton vetveten, por çfarë ndodhi në fakt? Megjithëse mendoj që do ndodhte më keq, do kishte probleme të trafikut, gjërat u shkuan shumë mirë. Po ja u shpjegoj modelin matematik. Mendoni që keni 2000 makina dhe duhet të shkojnë nga pika A në pikën B dhe keni dy rruga alternative, atë në të djallë dhe atë në të majtë. Një pjesë, ajo që është me të ngjyrë rozë, është rrugë rurale, i duhet makinave 25 minuta dhe pastaj është një rrugë tjetër dhe koha e mbërritjes varet nga qarkullimi i mjeteve. Nëse kemi 1000 mjete të cilat ndjekin këtë rrugë dhe 1000 të tjera që ndjekin këtë rrugë, koha totale do të ishte 35 minuta. Çfarë ndodh tani? Mendoni tani që ne nxjerrim një rrugë të shkurtër midis këtyre të dyjave. Dikush natyrisht mund të mendojë, unë jap makinës dhe tregohem i arsyeshëm, do nis që këtu nga pika A do të vazhdoj deri në fund duke shpresuar që do të më ulet koha. Por në fakt nuk ndodh kështu. Besoj se tani më kuptoni dhe nëse arrini ta kuptoni pak matematikën do ta merrni vesh. Si rezultat, koha e udhëtimit shkon nga 35 në 41 minuta. Duket e çuditshme, por është një model i thjeshtë dhe të gjithë jeni shumë të zgjuar dhe mund t'i bëni vetë llogaritë. Quhet Brain's Paradox. Ka qenë një matematicien gjerman i cili e gjeti këtë zgjidhje. Duke qenë se ne merremi me matematik, menduam se kjo ishte një mënyrë shumë e mirë për ta kuptuar, sepse ne një fenomen fizik përpiqemi ta zgjidhim nëpërmjet aftësive tona matematikore. Pyetja që i bëm vetes ishte, tani ne a mund ta bëjmë një sistem të tillë më të fuqishëm duke përfshirë IA-n? Bëm llogaritjet matematikore
por nuk do të flas për të. Modeli matematikor është një kuti e zezë dhe në to ne bëjmë kërkimin tonë. Por për pjesën më interesante, do t'ja u thot Davidi. Unë do t'ju tregoj për modelimin e IA-s. Ndoqëm një algoritëm hap pas hapi, mblodhëm të dhënat satelitore, pastaj bëm njohjen e modelit dhe këtu krijuam një algoritëm. Unë publikova një artikull në një gazetë japoneze me bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Zyrikut dhe përdorëm të dhënat për të trajnuar një model të inteligjencës artificiale. Kemi shumë makina dhe çdo makinë përbën një agent. Dhe cili është rezultati? Do të kemi një rrugë optimale që i parashikohet se cilit përdorues. Për shembull, aplikacioni më thotë mua ndiq rrugën A, kurse dikuj tjetër i thotë ndiq rrugën B. Pra, aplikacioni do të na gënjej qëllimisht për të treguar se cili është rruga më e shkurtër për të gjithë ne, në mënyrë që ne të mund të arrijmë një ekuilibër dhe të gjithë drejtuesit e mjeteve të jenë të harmonizuar. Duhet gjithashtu të dim se cili është ajo hapësirë e cila duhet të programohet dhe e cila duhet të vendoset në aplikacion dhe cilat janë ato segmente të rrugës që cilat duhet të hiqen. Ne mund ta përmirësojmë trafikun me 10 deri 15%, mund të reduktojmë dotjen me po aq dhe gjithashtu kemi edhe kosto të panevojshme të cilat eliminohen. Këto buton artikull, megjithatë në artikull mund të gjeten shumë më tepër dëna, por ky ishte prezantimi ynë për ju. Këtu bëhet diçka e përgjithshme, është një algoritëm i cili mund të aplikohet në çfarëdo lloj rrjete, sikurse janë për shembull rrjetet elektrike dhe bujqësia. Po i theksoj këto sepse sot të gjithë e përdorin ChatGPT-n. Kemi një qendër të madhe të dhënash që ka nevojë për energji, për ujë. Dhe të tregohemi të kujdesshëm dhe eficient në kursimin e energjisë dhe të ujit mund të kursej shumë para për të futur në punë aplikacionet. Kam edhe 30 sekonda kohë. Quhemi ekipi ynë, quhet Teuta AI. Nuk duam të sfidojmë diellin, është thjesht koincidencë. Të tyve na pëlqen historia ilire dhe menduam që të vëmë figurën e një gruaje të fuqishme. Është një fushë që dominohet kryesisht nga burrat, mirë po ne kësaj e vendosëm aplikacionit e ekipit tonë në emrin e një mbretëreshe ilire. Now we have Kevin Shachiri with në projektin e tij Natura Pro ALM. Kevin ka përgatitur një video për ne. Ai është student në Bokonin në Itali, nuk do jetë prezent këtu in person, po do jetë online. Ta dëgjojmë Kevin. Kevin? Zani ju lutem videos. Unë jam Kevin Shachiri, jam student i vitit të tretë në Universitetin Bocconi dhe studioj shkenca kompjuterike dhe matematikore për inteligjencën artificiale. Qëllimi ynë është menaxhimi të dhënave, është dhe në vitin e fundit unë kam aplikuar këtë përvojë tek ushtrimet e maturës shtetërore për t'i përgatitur nxënësit për provimet. Shumica e provimeve zhvillohen vetëm me letër dhe nuk ka do të asë një koment, nuk merret do të asë edhe një përgjigje prej studentëve, prej nxënësve dhe se si ndihen me këtë, apo nuk ka asë edhe një udhëzues tjetër elektronik. Ne kemi regjistruar gati 25.000 nxënës të regjistruar tek matura shtetërore. Vetëm nota mesatare në vend ka qenë 6.47. Mbrapa kësaj shifre janë mira studentë të cilët kanë studiuar shumë, por sistemi nuk funksionon në mënyrë eficiente siç duhet. Kurse ne tek Matura Pro përdorim inteligjencën artificiale për të krijuar ato mjete të cilat arrin të kuptojnë se çfarë duhet për provimin, por edhe se si duhet të mësojnë. Bëhet një analizë e duhur, identifikohen gabimet e secili nxënës dhe jepet koment i fokusuar tek secili, në bazë të provimeve të maturës shtetërore dhe gjithashtu në harmoni me kërkesat e sistemit arsimor. Çdo nxënës mëson në mënyrë të ndryshme.
Sistemi analizon performancën dhe identifikon pikat e dobta të secili nxënës dhe e orienton nxënësin te temat kryesore për të cilat duhet të mësojë dhe të përmirësohet. Le të shohim se si funksionon në praktikë. Fillojmë me një pyetje me alternativa. Pasi I kthem përgjigje, shikojmë se si ka punuar. Këtu mund të zgjidhen temat e ndryshme, duke nisur nga algebra, gjeometria, trigonometria, algebra dhe platforma për shtatet me zgjedhjet e nxënësit. Unë këtu shkruaj pyetjen dhe ju mund të shikoni se sistemi automatikisht më jep një rekomandim dhe më sugjeron konkretisht se çfarë duhet të bëhen. Këtu hyn pikërisht edhe inteligjenca artificiale. Nxënësi shkruan një pyetje me fjalët e veta dhe IA kontrollon jo vetëm nëse është e drejtë, por nëse se përgjigjet vërtet me nevojat e nxënësit. Është një sukses I cili ndihmon nxënësit të praktikojnë dhe për çdo përgjigje të saktë që jep nxënësi fiton edhe pikë, sepse të mësosh matematikën është njësoj si një sfidë, si një lojë me të cilën ti duhet të fitosh. Synimi ynë është të krijojmë platforma të IA-s që mbulojnë që të gjitha lëndët. Ne synojmë të punojmë në bazë të kurrikulës shqiptare, kurrikulës arsimore për të përshtatur sa më mirë nxënësve që do të marrin maturën shtetërore. Në një botë ku përdorim teknologjinë për të ecur më shpejt, për të bërë pazar në mënyrë më inteligjente, është momenti për të ecur përpara dhe Matura Pro mund t'ju ndihmojë. I ndihmojmë nxënësit jo vetëm të kalojnë provimet, por edhe të ridimensionohen. Unë quhem Kevin Shalqiri dhe ky është vetëm fillimi I një epoke arsimi më të zgjuar për nxënësit. Kevin, vetëm një përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për kohën tuaj. Ju kërkoj ndjes që nuk mund të isha I pranishëm atje. Kod Novatim me AgriMind. Ju lutem marrë kohën. Jeni shumë, zgjidhni vet, por minutazhin ma respektojnë. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar ministra, të nderuar juri, të nderuar pjesëmarrës. Është privilegj të jem këtu para jush sot dhe të kem mundësinë t'ju prezantoj me projektin ton AgriMind. Pra edhe njerë, të nderuar juri, të nderuar ministra, të nderuar pjesëmarrës, është privilegj të jem para jush sot dhe të kem mundësinë t'ju prezantoj me projektin ton AgriNova në fushën e bujqësisë. Grupi ynë përbëhet nga unë, dhe Darushi, Fylet Bashi, Elisa Cero dhe Blendi Abdolli. Profesionalisht, eksperienca jonë është shumë e gjerë, pasi kemi marrë pjesë në konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare në sigurinë kibernetike, robotikën dhe inteligjencën artificiale, ku kemi fituar medalje bronzi dhe ari. Ky projekt ka ardhur pas disa vazhdimeve që kemi bërë në fushën e bujqësisë këtu në Shqipëri. Kemi vënë re që shumë fermerë kanë probleme me humbjen e produkteve për shkak të mos përdorimit eficient të pesticideve dhe mos përdorimit të digitalizimit në bujqësi. Kjo mund të jetë rrezikshme ndonjëherë, sepse e dim që sasia e madhe e pesticideve e disbalancuar mund të ndikojë drejt për drejt në shëndetin tonë. Prandaj dhe ne vendosëm të krijojmë këtë program që përdor inteligjencën artificiale dhe imazherinë e dronave. Pra ne do të bëjmë monitorim smart që do të na ndihmojë të marrim vendimet më të mira për bimët, plus edhe do të kemi një chatbot dhe nuk do të ketë nevojë për sensor, sepse ka njerëz për shembull që kanë bimë në kopshtet e tyre apo në shtëpitë e tyre, por kemi edhe një opsion tjetër, pyetje dhe përgjigje për shembull për fermerët mund të bëjnë pyetje. Madje do të kemi edhe një tip tregu që e kemi testuar dhe që është I sigurt. Do të kemi aty dhe një llogaritës automatik të kostove dhe të çmimeve, që mund të bëhet
gati në kohë reale. Këtu kemi disa statistika, numrin e fermerëve të regjistruar, sasinë e produkteve që mund të kursehen për shkak të luftës eficiente ndaj sëmundjeve dhe përdorimi eficient i pesticideve. Pra, ne synojmë jo vetëm fermerët si individ, por edhe institucionet bujqësore, Ministrinë e Bujqësisë, Instatin, UBT-n dhe institucionet financiare. Kemi një plan me 3 faza, i pari është 6 muaj dhe ne do të përpiqemi të fokusohemi në ju, do të kemi rreth 100 fermerë si përdorues, do fokusohemi edhe tek institucionet bujqësore. Do përpiqemi që të bëjmë edhe korrigjimin e gabimeve që mund të na kenë shpëtuar gjatë fazës së prototipit. Në fazën e dytë do të lançojmë në të gjithë vendin, do të përpiqemi të krijojmë partneritete me institucione financiare dhe ta nisim edhe në gjithë rajonin e Ballkanit. Blendi gjithashtu do t'i tregoj juris prototipin që ne kemi krijuar. Pra, ky është aplikacioni ynë, është prototip për momentin. Kemi analizuesin e BIM-ës, mund të ngarkosh foto, këto janë foto të marra në Konispol, pra në Shqipëri. Këto janë pamjera në kohë reale, pra të një fruti në Konispol. Dhe ne kemi gjetur një zgjidhje me inteligjencën artificiale dhe gjithçka tashmë funksionon mirë. Në këtë aplikacion fermerët mund të kenë edhe përditësime nga chatboti në kohë reale. Pra, mund të shohin për shembull se cila është toka e përshtatshme për një bimë të caktuar. Kemi gjithashtu optimizim të burimeve, pra fermeri duhet gjithmonë të di në fakt çfarë pesticide është të përdorur, çfarë sasie dhe për sa kohë mund ta përdor tek bimët e veta. Kemi aty gjithashtu edhe informacion për sëmundje të ndryshme të bimëve. Kemi edhe, pra, kemi disa sugjerime për fermerin, pra, çfarë mund të rrisin, çfarë mund të fillojnë të prodhojnë në tokën e vetë. Këtu ata mund të vendosin informacionin për tokën dhe inteligjenca artificiale i tregon se çfarë bime është e përshtatshme për atë tokë. Faleminderit. Faleminderit. Alex Lime me Alex. Jehor. Hello everyone. Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Jehona, një ekip studentësh nga Shqipëria. Misioni ynë është i thjeshtë. Rindërtimi i mënyrës se si funksionon arsimi në vendin tonë. Japim çdo nxënësi mundësi barabarta të inteligjencës artificiale. Për momentin shqiptarët janë të shpërndarë mes portaleve të vjetra, shënime të humbura, sisteme jo funksionale. Por imagjinoni një vend, imagjinoni sikur të kemi një platformë, kur të kemi çdo mësim, çdo provim, të kemi inteligjencën artificiale, një platformë e aksesueshme për të gjithë. Kjo është Jehona. Është një platformë unifikuar të mësuar ku lidhen nxënësit me mësuesit. Atëherë, sa nga ju kanë menduar ndonjëherë për arsim cilësor dhe të aksesueshëm? Misioni ynë është i thjeshtë, të ofrojmë dhe të garantojmë arsim për të gjithë, edhe nëse njerëzit kanë probleme të zhvillimit fizik apo mendor. Deri tani kemi pasur vetëm klasa lloresh, por çështja është cili është objektivi i platformës tonë.
Objektivi ynë është jemi një platformë e thjeshtë për të përdorur e falas. Të shohim pak statistikat mbi të cilat është bazuar platforma jonë. Sipas shoqatës shqiptare të verbërve, në Shqipëri kemi rreth 10.000 persona, duke përfshirë këtu të moshuar, fëmijë dhe të rritur, që janë të regjistruar si të verbër. Por platforma jonë nuk ndalon këtu. Qëllimi ynë është që platforma jonë të përdoret nga kushdo. Pra, qofshin personat me probleme me shikimin, ashtu edhe të tjerë. Kemi gjithashtu 550.000 përdorues, që është numri i totali përdoruesve që mund të përfitonin nga platforma jonë. Për të thënë njerëzve tashmë një imazh, një ide se ku do të operojnë, duhet të prezantojnë pak edhe me konkurrentët tanë dhe me aplikacione të tjera që operojnë në fushën aplikacioni më i zhvilluar aktualisht në SMIP ka disa cilësi, por ajo që e bën Yahoo-n më të mirë dhe më të sigurt është që është ndërtuar me kujdes, është akses dhe aksesueshme dhe gjithëpërfshirëse. Duke përfshirë edhe persona që kanë probleme me shikimin. What we offer is something that pretty much we don't have right now. We offer accessibility for everyone, I mean every student, visually impaired or not. We have full support for the blind. Pra mbështetje të plotë për personat me probleme me shikimin, konvertimin nga teksti në dhe si ne aty mund të luajnë në video, mund të shkosh përpara, mund të bësh pyetje vetëm përmes zërit, pa tekst, pa gjë. Kemi gjithashtu të mësuarit tashmë është larg, aty ka pikësime, ka medalje që mund të marrin përdoruesit. Ofrohet gjithashtu edhe multimedia ndërvepruese, sepse çdo mësim i paraqitet në 3 forma, në versionin audio, në versionin gjithashtu interaktiv, ofrojmë quize, normalisht ndihmën me AI, dhe klasa aktive ku gjërat mund të përshpejtohen mes pjesëmarrësve, miqve, mund të krijojnë projekte më të mira, angazhim të mësuesve e kështu me radhë. Edhe për ta mbyllur me moton ton, thuaje. Kultura nuk duhet të ekzistojë vetëm për ata që e shohin. Faleminderit për vëmendjen.